Faraonët në fakt nuk është emër njeriu. Faraon është, ose Firaun, është pozita udhëhese që e kanë pasur në Egjipt kjo dinasti e faraonëve, e që i bie sikur sultan, sikur emir, sikur khalife, për shprehje udhëhesi që janë jo emrat e njerëzve. Sikur që i themi pra tek bota katolike, pra papa. Papa, por çdo pap është pozita, e nuk është emri i njërit prej tyre pap. Pra i bie se këto janë pozita që tituj, ose myftiu, ose kry myftiu, ose të ngjashme pra për i shprehjeve që i kemi, secili është me emrin e tij të përveçëm, pastaj myftiu filani, myftiu fisteku, apo ky udhëhes, ky mbret, apo ky pap, apo ky, me fjalë tjera edhe faraonët kësaj janë. Mos të mendoni që faraon është emri i udhëhesit të Egjiptit në kohën e Musait alayhis salam. Pra edhe ai para tij ka qenë faraon, edhe ai para tij faraon, prej tyre janë pak që dihen emrat në histori, gjenden në Kur'an, pak janë që përmenden emrat tyre, pra si Ramsisi, e pastaj edhe ata kanë pasur emrat të trashëguar, i pari, i dyti, i treti, e kështu me radhë. Megjithatë, pra dinastia e faraonëve ra në kohën e Musait alayhis salam, me ngjarjen që ne në javën e kaluar përmendëm se si ai përfundoi në det